A bën kohën akshamit mulla, në vakt akshamit shumohen gjinët, edhe banjën hiq mos me përdor dhe madhë se po shumohen gjinët. Shiko, mos t'i komplikojmë sanët, sa nuk i ka komplikua Zoti as dini Islam. Ajo, pse e komplikon këtë situatë? Është të vërtet që në mbrëmje, në momentin që fillon me ra muzgu i mbrëmjes, pra pak para namazit akshamit, shumohen e gjinët. Por na nuk kemi asë një argument që thot mos mu lanë qëtë kohë, asë mos me hynë banja me kry nevoj, të ka barë kjo vëlla, edhe dush me hynë banja. Ki nevoj mu la, këthe ishte për punës, i djersitur, ose ki nevoj mu la, s'ka lidhje kjo absolut me e gjendë. E thu duan, për me hynë banja dhe i ki me stedhe dhe aty në perde që su në largojnë ata 2 milion vjetë atë perde. Allah të ka mësua dua. Mos e komplikoni sanët. E vetë mja gjatë që duhet me bo pejgamberi alayhi salatu wasalam në ka thonë fëmijët me shtin mrana. E ke po në vakt akshamit kanë qef ata me lujt. Një 10-15 minutë shpara akshamit me shtin mrana, që me marrë avdes mu përgatit për aksham me falë akshamit. Nëse dojnë me dalë me lujt, masane po thonë nëse dojnë le dalin. Vetëm që kjo ka ardhë, në vakt akshamit pse me shtin fëmijët mrana, nuk ka thonë mos u lani, mos shkonin vetësia ato këto se zbresin apo vin shtonë e gjendë. Në qatë vakt, shtenim fëmijët mrena. Që kaq? Tjerat mos i komplika. Allah të rruaj.